Oficierja që po të shmentër jetin kush është kapitenja Sonia Singh Chauhan. Një oficer e ushtrisë indiane ka tërhequr vëmendje më të madhe gjatë ceremonisë së 80 vjetorit të pavarësisë së Indisë, të zhvilluar në 15 gusht në kështjellën e Kuqe në New Delhi. Bëhet fjala për kapitenen Sonia Singh Chauhan, e cila u papran kryeministrit Narendra Modi në ceremoninë zyrtare të ngritjes së flamurit. Oficerja është emëruar në ushtrinë indiane dhe ishte pjesë e protokollit ushtarak të ceremonisë. Eventet të tilla zhvillohen sipas një procedure të rrept, ku personeli ushtarak ka detyra të përcaktuara rreth kryeministrit, flamurit kombëtar dhe momenteve ceremoniale. Prania e saj në një prej ceremonive më të ndjekura kombëtare në Indi u komentua gjerësisht, duke vendosur në qendër të vëmendjes edhe rolin gjithmonë dhe më të dukshëm të grave në forcat armatosura indiane. Pamjet e kapitenes u shpërndan gjerësisht, ndërsa mediat indiane lidhën paraqitjen e saj me nismën Nari Shakti, që synon promovimin dhe fuqizimin e rolit të grave në shoqërinë dhe institucionet e vendit.